Thashtë që sot kemi vendosur që gjithçka që po ndodh për momentin në vendin tonë, sfida të shumta, çështje politike, ekonomike, sociale, dojmë me i rënë anash. Po dojmë u bë pjesë e një bote më të mirë, e një bote më pak shere, me më pak inate, me më pak të këqia, e që unë konsideroj që e tillë është bota e fëmijëve. Kështu që ashtu si që njoftova dhe më herët, pjesë të emisionit sot kam disa nxënës të shkollës Prenk Jakova këtu në kryeqytet dhe mësuesën e tyre Elizabeta Zenelit. Elizabeta, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit juve dashur fillimisht për ftesën, kënaqësi me qenë në një ndër ambientet e ngrohta që ka radio televizioni 21, e sidomos kënaqësia më e madhe që jam sot me nxënësit e shkollës Prenk Jakova. Kënaqësia është e gjitha jona. Bashkë me ne janë Bora Thaçi, Tiara Bajrami dhe Dren Mustafa. Faleminderit shumë që jeni sot këtu, jo vetëm për me vallëzu, po edhe me bashkëbisedu sot bashkë. Okej? Derisa fëmijët të lirohen pak, unë do doja që të flasim për prezantimin që patëm në fillim të këtij takimi. Në fakt është vetëm një pjesë e asaj çfarë do të shfaqet për festën e 1 qershorit nga shkolla juaj këtu në kryeqytet. Po, faktikisht na jemi përgatitur që nga janari, do me thonë me prova intensive. Program ka 50 minuta, do me thonë valle me motive kombëtare, gjë që ka dhe titullin, ashtu. Dhe nuk ka vetëm valle kosovare, por janë edhe ato që janë të prekura Shqipërisë së Mesme, Shqipërisë Jugut, kështu që kemi bërë një kombinim të këtyre valleve komplet. E bukur, tani, po e filloj me Drenin. Dren, çka të pëlqen më shumë në krejt këto valle që i keni ushtruar me mësuesën, janë secila më e bukur se tjetra, dhe qysh veç kur e ndëgjon Barishën edhe dëgjon zërin e mrekullueshëm të Nexhmias, të viz trupin nga njerë vetë, emocionohesh, të vizin këmbë duart, ja, si ky lapse që më ramu. Si përjeton muzikën, si e përjeton vallën, sa të pëlqen? Tash do me thonë se cila muzikë që na e përdorim për bërin e valleve të ndryshme ka të veçantën e vetë, e ka do me thonë një gjatë tipike që e tregon gjatë gjithë muzikës, edhe pse mund me pas ndryshime ndryshme gjatë valles. Mu më pëlqejnë të gjitha, edhe më bën më ndjesh shumë mirë për shkak se edhe tingut e instrumenteve, tupanave, do të thonë instrumenteve që përdoren për krijimin e atyre tingujve, janë thjesht si ta lirojnë trunin. E bukur. Po ti e dashur? Çfarë të pëlqen më shumë te këto vallet? Me elemente popullore, se ju jeni artiste, jeni nxënës të shkollës së muzikës, keni aty dek të ndryshme, po unë them që gjithë ata që janë pjesë e Prenk Jakovës janë artista në vete. Muzika kur e kisha mësues jam, vetë gëzon që janë pjesë... Ta gëzon shpirti muzika e mirë. Gëzon që janë pjesë e valleve që i bëjmë, dhe që mund të jetoj ëndrrëtimet që nga familja. Ti ke pas ëndër të bësh valltare, e bukur. Po ti e dashur? Edhe unë e mendoj njëjtë si Dreni, çdo muzikë prej valleve ka veçantinë e tij, po edhe e ka tinguj të ndryshme që mua shumë më pëlqejnë. Tani më shumë ju pëlqejnë vallet me elemente popullore, për shembull baleti ose këto këngë moderne. Lloj muzike kemi, sepse unë e kam dëgjuar diku një fjalë që thotë, ata të cilët dinë të vallëzojnë, në fakt e kanë mundësinë e jashtëzakonshme që të fluturojnë, sepse balerinët dhe vallëtarët janë njerëz që fluturojnë. A pajtoni me mua për këtë? Hajde Dren, si e sheh ti krejt këtë ndjesinë që t'jep vallëzimi, mundësinë që me lëviz prej një skene në tjetrën, prej një forme në tjetrën, sot balet, nesër moderne, mas nesër diçka tjetër. Tash do me thonë, valla popullore dhe baleti janë një mënyrë e shprehjes trupit, ama me anë të gjesteve, edhe mimikave, edhe lëvizjeve të çdo muskulit të trupit tanë. Më bën më ndjej shumë mirë, sepse është si një lirim, për shembull nëse ki ngarkesa, për shembull me shkollë, ose kështu është si lirim edhe shumë ndjenjë mirë me kanë pjesë e këtyre dy degëve. Bukur. Tani, ishe Tiara apo Bora? Tiara. Okej, Tiara, si është për ty të vallëzosh? Çfarë ndjesish të fal? E the që është ëndra jote. E ndjej shumë mirë, fillimisht. Si shta Dreni, nga shkolla mundet me qenë pak relaksuese.
Edhe siç keni thonë ju, disa balerin mund të fluturojnë se nga kënga dhe lëvizjet e muskujve, ndjenja në shpirt, ndje shumë e lumtur me shumë atmosferë. Sikur i ke marrë krahët. E bukur, Bora? Unë mendoj që si baleti, si vallja, është si një aktivitet fizik, po edhe i lumtur. Edhe moshtë Andrea eme për me kanë ose balerina ose valltare. Në fakt, ju tash më jeni, thjesht kundërtoni një karrierë që unë uroj të jetë shumë e suksesshme. Edhe një sen që më pëlqen shumë, ne tash mundëm me bo lëvizjet për shkak të kur i mësojmë muskujt e të tjera. Bukur. Tani, Elizabeta, si është të punosh me fëmijë të cilët e kanë ëndër që të bëhen balerinë, që të bëhen valltar, të jenë artist në një fjalë. Pa dashur të nënçmoj asnjë fëmijë që të gjithë janë të mrekullueshëm, kjo botë atyre është e mrekullueshme, por sikur fëmijët që e duan artin, që ju pëlqen të merren me art, kanë një botë edhe më të veçantë se fëmijët e tjerë. Kam të drejtë? Po, është e vërtet. Unë punoj që 3 vite, jam profesoreshe shkollës Frank Jakova, që drejtoj domethënë vallën popullore dhe folkloren. Një nga eksperiencat më të mira, muj me thonë, tjetës tam, për arsye se jam shumë e lidhën, jo vetëm në atonën pedagog edhe nxënës, por jam e lidhur edhe shpirtnisht me ta, sepse e ka një energji jashtëzakonisht mirë, një entuziazëm, do me thonë shpesh herë më bojnë me kërkojnë shumë, edhe ai kërkimi tyne i tepër, do me thonë më bënë mu me punu ma tepër me ta edhe me ju ndihmu në rrugën e profesionalizmet. Për arsye se i kemë 2 institucione shumë të rëndësishme dhe shumë të larta kulturore, gjë që funksionojnë shumë mirë, i kemi 2, janë ansambli këngëve dhe vallëve shota, njëkohësisht edhe teatri baletit kombëtar. Dhe janë suksesi në kulturën tonë që është e vërtetë. Po, fiks, edhe këto 2 institucione, na si shkollë e muzikës, punojmë na drejtim që t'ju ndihmojmë në profesionalizëm, edhe pse jo... Të kuadrë të reja, pa tjetër. Ose më mirë të them kështu, a bëjnë dallime nxënësit për shembull kur bëjnë balet klasik dhe kur bëjnë ushtrimet cilat ndërlidhen me vallët popullore dhe gjitha këto, cila ju flenë më shumë? Cilën e dojnë më shumë? Të dyat janë të bukura? Të dyja janë zinxhirore. Këto 2 lidhen ngushtë me njëna tjetrën. Do me thonë, nëse baleti normal kërkon ma shumë qëndrim, elegancë edhe fleksibilitet ma tepër. Ndërsa vallja është lirim i trupit. Do me thonë, e ka teknikën e vetë, po jo muj me dallu të baleti, do me thonë, se baleti kërkon ma tepër qëndrim, edhe ushtrimet si ushtrime, teknikat janë ma trona. Ndërsa vallja ndihen ma shlirum, do me thonë... Po që më kanë thënë që kërkon më shumë energji. Energji, jashtëzakonisht, sepse kanë kërcime hedhje të shumta, edhe ato e bojnë me undim ma lodhje, do me thonë. Po, nuk thjesht e kanë, më thash edhe ma heret, një entuziazëm që këta normale kanë ditën shumë të ngarkume, por që kur vinë atë, thjesht... Gjërat harohen. Me njëherë. E qartë. Tani, unë thash që me fëmijët kemi me folë, jo vetëm për vallën, jo vetëm për muzikën, jemi në prag të një qëshorit dhe unë do doja që të flasim pak më shumë për këtë botën e tyre unike. Sot është e vështirë, thojnë, me qeni mirë. Ish njeri mirë, ish vajze mirë, ish djali mirë. Si e përkufizoni ju këtës? Qa të thot me qeni mirë sot në një shoqëri ku jo gjithë shkon bashkë mirë? Dren, që sheshati këta? Tash për shoqërin e sotme, do me thonë, për shumicën e njerëzve është ma mirë, për shumë një kry kërkesat e tyre, për ata është ma mirë, po në menoj që me kanë njeri mirë është sillet me kanë të mirë, ajo veç me të shfridzu njerëzit e tjerë edhe të vetë me vetën mundi mirë, do me thonë mos me të blondër gjegja për kërgja. A, sa bukur e ke thënë, Tiare? Unë menoj që për një shoqëni të mirë, duhet të jesh person i mirë, të kesh një personalitet të mirë, mos të keni mosmarrëveshje të shpeshta, se ka ndodhë që kemi pas që edhe unë kam shumë mosmarrëveshje, po mundohet që t'i bëj ngjarjet më të tilla. Me zgjedh një mes ku gjërat përfundojnë mira? Po. A mundemi me thonë ashtu?
Bora, si e përkufizon ti të mirën sot? Si e sheh? Sepse nëse ne të rriturit marrim mësim prej fëmijëve, shpesh herë ne mundemi mi pas punë pak ma mirë. Po, unë mendoj që të jesh i mirë është të jesh e këndshme, të mos bë probleme dhe të kesh një shoqëri të mirë. Disa nga shoqëritë nuk janë aq të mira, po mundesh me gjetë për shembull një mik apo mike për me qenë vetëm ata dhe jo me dikën që bëjnë më shumë probleme e gjëra të tilla. Tani, kur keni fëmijë të cilët janë më problematik, se ne edhe në shtëpi, njëri prej nesh gjithmonë është pak më problematik. Si ju qaseni atyre? Unë kujtoj, fëminin time, kam pas një farë dëshire që me u shoqëru me fëmijë problematik që mi u thonë që ka diçka të mirë të ju dhe pa tjetër ju duni me qitë në paqa të mirë. Qësh ja bën tjara ti? Fillimisht, mutra më shumë problematike. Unë mundom që ato me bo si njëri më të si me unë dip ma e mirë se sa unë qysh ndihem vetë, se ajo ka që më bo si kur unë balerin. Po. Dhe gjithë, si thujnë shqiptarët, mjallëshu gjithë rrugën, se ajo është ma e vogël. Për atë. Okej. Vora? Unë mendoj për ata problematikë sigur që është ti, diçka kanë të mirë. Gjallë, ju pëlqen me bo pak ma shumë shere, nga njeri bojnë për më shumë vëmendje. Unë kisha thonë për mos me bo, sene të kështja dhe mos me kam problematike, për milion kitë problemet me bo aktivitete fizike të tjera. Edhe tani me qenë ose balerin, ose valtare, të tjera. Po, pra. Dreni? Ta shumë mendoj si qështë të këtë më herë, dhe me thonë njerët problematik kanë ma shumë energji, dhe me thonë kanë adrenalin, si një lloj sasie më të madhe të saj, edhe mendoj që na mundëm me ndalu ata, duke për shembull ose me lokalizu qatë energjinë e tyre për diçka të mirë. Po, për shembull duke i këshillu, ju fol që mi bë ata me diku të vetja, jo vetëm për energjinë e shumë që e kanë, po edhe në raste të tjera që mundin me ndiku keq. Bukur. Elizabeta, ne në ditët e sotme, ose konsideroj gjithmonë, me punu me fëmijët ka qenë njëra prej sfidave më të mëdha. Unë për vete them, përkundër respektit maksimal që kam për mësimdhënësit, nuk do të merri asnjëherë guximin që të bësha mësimdhënëse. Më duket një punë pothuajse e pamundur, në kuptimin që kemi të bëjmë me disa faqe të bardha, të cilat përmbushen me të mira, për fat të keqe dhe me të këqija në ditët e sotme. Si është të punosh me fëmijët? Si është të arrish të nxjerrësh më të mirë nga fëmijët? Sepse ne sot për fat të keq kemi fëmijë bullizues, fëmijë të cilët vijnë nga familje që kanë probleme të natyrave të ndryshme dhe më pas kanë probleme edhe me fëmijët e tjerë. Është një pjesë që ne nuk e themi shpesh, por në fakt është një pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë tonë. Një gjë që po ndodh kudo në botë e që po ndodh edhe në Kosovë. Sa është sfiduese të jesh mësuese në ditët e sotme ku nga njerë mungon edhe kujdesi prindëror, nga njerë janë edhe problemet ekonomike, gjithë shka tjetër që ndërlidhet me këtë punë. E vërtet, për mu është një përgjithësi shumë e madhe, pasi që nëse punon me individ e ki shumë atlet, po në qofë se punon masa grupore e ki shumë të shtirë se nuk mund është më përcaktu të gjithë. Do me thonë munduna me pas një komunikim shumë të ngrot me komplet grupën, edhe ju vetëm seriozitet dhe punë. Por mundona që këta me undje sa ma të lirë se ju krejt fëmit e ka një lëshmëri të prendret e tyre. Do me thonë e gjenë një ngrotësi edhe të mësimdhënëse. Edhe shumicën, do me thonë, vinë edhe lirohen shprehen, mësu se kjo po më pengon, mësu se a mund është me më ndimu diqka, edhe kjo më bënë muni shumë mirë. Dhe do me thonë, e ka gjetë vetën të unë edhe po ndijet mirë me bisedu. Edhe normal, po fix është ajë komunikime mas ne i mësimdhënësit me prinde, gjë që e raporton komplet agjentën ditore që unë kom po të fëmija. Edhe kjo të ndimon ma shumë kur është komunikime raporte prende dhe mësimdhënës, por që në përgjithësi janë shumë të mirë edhe pse tashmë rrjetet sociale janë ato që këto po fillon edhe bullizme. Edhe normal që gjithë shka po shohen edhe negativitet,
do me thonë shumë pak ka gjona të mira, lojme të mira, do me thonë. Shumë pak ka lojme të mira për aktivitete, shumë pak për, do me thonë, edukim, kështu që qëtu është shumë e vërtet që janë të ndiku negativisht. Mirë, nëse Drenit, Jara apo Bora do t'ishte mbretresh për një ditë të vetme në Kosovë të themi, cile do t'ishte rregulli ose ligji që e kishin ndryshu edhe që kishin thonë kështu duhet me vepru se kështu është më mirë për fëmijët? Dren? Nuk e kisha të si ligj, po kisha thonë që si rregulli i parë që kishin me dashur veten. Rregulli i dytë kisha thonë me ka një sjellshëm të gjithë, me ju tregu anën më të mirë tonën, edhe kaq. Okej, Tiara? Tek para, unë mendoj që barazia gjinore, dhe këtë dyta është që të shprehësh edhe me fjalë si njeri i mirë, dhe mos të kesh gjërat të keqe në vetveten tënde dhe mos të njohën tjerët si person i keq. Okej, pra me nxjerr më të mirën prej vetës tonë. Bora? Une një letë që kisha po nëse isha qenë mbretëresha, për mos me u injoruar të drejtat e fëmijëve. Pse? Se une jem të evrit shumë qenë të injoru shumë të drejtat e fëmijëve edhe këto e kisha po si liqë të parë. Edhe është gjëja më e mirë që kam dëgjuar në këtë kohë që me u respektu më shumë të drejtat e fëmijëve dhe mbi gjitha me ju ofru më shumë kushte dhe mundësi. Tani, Susja Elizabete përmendi një fakt që ka shpeshherë fëmijë të cilët ngurojnë me fol me prind, po që e gjejnë një farë qetësie, një farë rehatie me komuniku me mësuesën. Në këtë rast me mësuesën Elizabeth, në raste tjera me krejt mësueset e tjera. Sa jeni të lirë ju me fol për problemet, për gjërat që ju shqetësojnë edhe me prindrit, por edhe me mësueset? Dreni? Ta shumë edhe me prindrit edhe me mësuesen jam shumë i lirë, dhe me thonë me një farë shprehje si shok ose shoqe. Jam shumë i lirë me folë me ta sepse më kuptojnë edhe e gjeni një mënyrë sa ma të mirë që nëse ka ndonjë negativitet, dhe me thonë fjalë ose shprehje që ja të tregojnë atyre, me i kthyer gjithmonë anën pozitive, me më bëma optimist edhe me më ndihmu me i arritë synimet e mia. Tiara? Edhe prindrit edhe mësuesën e shosin nanën e dytë. Në klasën e parë kam qenë pak më distancuar se nuk e kam njohur shumë, po tash mund t'i tregoj shumë gjëra edhe kam një ndjesi në zemër për të, sikur prindët e mi. E bukur. Bora? Edhe une mendoj që edhe me mësuesën për edhe me prindin, une e kam shumë lirë, se gjdo problem, gjdo vështirësi që e kam lirësht, une foli sigur me si një shoqe të ngusht apo shok. A shumë e rëndësishme me pas një raport të tillë, sepse nga njëherë ne duke dashur që të mos kritikohemi, që të mos dënohemi, besa im shefim ca gjëra prej prindërve dhe mësuesve. Është mirë që me pas, ose si arrini me pas një qësi raporti me prindrit edhe me mësuesit, sepse nga njerë më mirë është një e vërtet se sa 10 gënjeshtra. Po, Bora? Unë mendoj që gjithë probleme, gjithë vështirësit me i treguar, edhe nësë është e keqe apo e mirë, lirisht me i treguar, se ata edhe me të dënuar, garant të dënojnë, po ju për një kohë gjatë, ju shumë. Po, me i treguar është shumë e rëndësi se më në të mendu dhe diçka shumë e rrezikshme se sa që mendoj. Cili u dënimi maj madh që e ka marrë Bora ndaj saj? Unë asë një dënim në komarë. Bravo, çfarë të visht mirë kemi. Tiara? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme fillimisht me pas të mësuese që të kupton në çdo vështirësi si mësuesja Elizabeta. Gjatë karrierës time, si balerinë edhe që kam vallëzuar, kam pas shumë mësuese që nuk më kanë kuptuar shumë, për atë e kam pas pak më vështirë, por në të njëjtën kohë kam pas prindrit që më kanë kuptuar më së shumti. Unë po ashtu mendoj që nuk duhet
mbajmë çdo gjë ndaj prindërve. Nuk duhet mbajmë sekrete. Po, sepse ata më ndihmojnë më së shumti, edhe nëse është gjë e keqe apo e mirë, duhet t'i tregojmë sepse ata më ndihmojnë më së shumti që t'i kaloj këto gjëra të tilla. A kanë dënuar ndonjëherë prindrit? Cili o dënimi më i madh që e ka marrë Tiara? Nuk e di S'të kujtohet? Nuk më kujtohet, nështë kur kam qenë ma vogël, po tash nuk kam shumë se i ndëgjoj ma shumë prindrit. Duke qenë shumë e mbarë zemër. Trini? Tash, unë me prindrit e mi jam shumë i lirë edhe me arsimtarën dhe me thonë nuk ka nevoj me mbajt diçka fshet ose diçka sekret për shkak se ata gjithmonë gjejnë mënyrat më të mira që me më kuptu, për shkak se tash këto moshat e reja dhe me thonë pimarën edhe nëse prindrit e tyre kanë një mënyrë tjetër fjallët edhe këshilla që ja dhënë pimarën në mënyra tjera, po gjithmonë ata mundohen me më kuptu mu edhe me mundu. Mbajtë herë sekrete për prindërve? Që mande i ke tregu, po që aty për që aty ke thonë, hajtë se pak ma vonë. Nuk mbajtë sekrete për shkak se përte mi dojnë që me qenë do me thonë shumë tafërt, me qenë sinqert me një tjetrin, edhe mos me gënjy ose... A të dënu në herë të rejnë? Jo, se nuk ka pas nevoj kur dhe me thonë se e kena një raport shumë tafër dhe me thonë prind fëmi. është shumë rëndësishme në fakt ky raport. Elizabeta, përveç këtij aktiviteti që kemi për një qershor, ju në vazhdimsi jeni në organizim të aktiviteteve dhe brenda shkollës, edhe prezentimeve në vendet të tjera, në qytetet të tjera. Është gjë e bukur, po besoj dhe një mundësi e mirë që fëmijët, e tha Tiara në këtë karrierën time, të kenë prezentime sa më shumë që është e mundur në kuptim që të njenë me skenën, të njenë me publikun dhe të përjetojnë këtë magjin që të falë arti i vallëzimit. E vërtet, ne si shkollë punojmë shumë, do me thonë, si që te ka prova intensive çdo herë, por që puna jonë që bëjmë nuk në afrohen kushtet në atë shkollë. Do me thonë, kjo e kem një pikë kyçe, do me thonë, problematik, gjatë që kushtet janë të mërësishme. E që ka pasur probleme të shumëta me objektin, kalimin nga një vend në tjetrin? Shumë, do me thonë, thjeshtë në qofse do kishëm pasur objektin tonë, ekstra do me thonë shkolla Prënkja Kuva, thjeshtë puna do të ishte edhe më lehtë. Po në ato soaza, do me thonë, në atë shkollë ku punojmë ne, do me thonë, puna dalë shumë mirë në pa. Gjatë që kushtet nuk i kem efikase, do me thonë, për me punu, atë sa duhet me punu. Por që shpresoj që shumë shpejt edhe do në realizojnë këtë shkollë edhe fëmijë që ja u kam premtu. Shumë. E kujtoj nga shumë intervista e kronika që kemi. Shumë ta gjoqës po presim. Por është gjuna se janë talenta, do me thonë nga e shkollë dolin shumë talenta edhe punën që e bojnë këta është gjuna ku punojnë. Mirë, nuk po ju pysë për kushtet se thash që sot kemi me fol me juve veç për gjërat mira. Apo po doni me fol pak edhe për qëtë pjesë? Hadre? Nëse do në foljëm. Sa pengon zamër krejt qaja? Po, nuk është shumë pengonat shumë, po do me thonë gjithmonë një balerin edhe valtar kështë thjesht me pas një ambient, do me thonë të tyrin me një farë mënyre, që me undi ma të lirë, për shumë mos me pas shqetësime për tjerëve, edhe me pas hapësirën e tyre. A tjetër, Tiara? Mua nuk mua pengojnë kushtet, në fakt nuk ishët që janë kushtet e këtë që janë. Thjesht veç gëzonat që në atë shkollë dhe që mund të kërcej. E ke marrë më të mirën dhe është bukur kur marri më të mirën edhe në një situatë me shumë sfida e probleme. Dhe që më ka realizuar dëshira. Bora? Kushtet nuk janë ashtë të këqija, po mu më pëlqen shumë. Për balet njëre me ndën që është e vështirë, pastaj disa persona marrin e lajnë baletin, menojnë se shumë e vështirë, marrin kallet muskujve, pastaj dëshirojnë dërzon po. Ndërsa unë, edhe pse kom marrë kallet muskujve, kom shty edhe nuk jenë dërzu heq dhe rritash. Qëshja ke bo kur marrë kallit muskujve? Vdezjet muskujve? Po, vdezjet. Une vetëm e kom marrë, kom pushu, se dukt, edhe pse kam pas shkollë muzikës, me ushtrime,
I kam të kalu. Bravo. Mirë, jena në minutat e fundit të këtij takimi dhe unë nuk po di se çka më ju pyet përpara, se po më vinë në mendje shumë pyetje, besa kom shkruar edhe shumë pyetje tjera. Po unë po du me përmbyll me këtë bisedë me nga një mesazh prej secilit prej jush për ata fëmijët të cilët nganjëherë mbesin vetën në fund të klasës, për ata fëmijët që kur dalin me lujt në orë të edukatës fizike, mbesin me një qështë shkollës ose të salës, ose për ata fëmijët që kur keni vallëzim, janë pak ma të lënë në anash, pra e përmendit jara janë më të tërhekur. Nga njëherë këta fëmijë kena probleme i pranun rrethin tonë se na duken më ndryshe, po në fakt janë fëmijë si kur ne, thjesht duhet t'u azgjasim dorën. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë fëmijët, për ata të cilët janë më të tërhequr, pra që nuk e ndjejnë vetën sikur po pranohen për i rrethit tyre, dhe për ata fëmijë të cilët duhet t'u azgjasin dorën dhe t'ju themi që ja ku jemi, ne jemi gjithë miq, jemi gjithë shok, jemi me një shkollë, me një lagje, dhe ta shijojmë bashkë lojën e vallëzimin e mësimin e krejt. Dreni? Tash mendimi jem për komentin tënë, është për ata do me thonë që janë ma ndrojtën, do me thonë ata qësh me vepru, me hik do me thonë atë ndrojtjen, mu afru ma shumë, ma rëndësishme me dartë vetën, se për shumë ata mund me ndu të vetja se kanë diçka jo të mirë, dhe ajo është arsyeja sepse nuk po ju afrohet dikush, edhe për ata që m'jallë gjatë dorën, sepse mendoj atë gjë do t'mjallë gjatë dorën, sepse qka nëse do të ishin ata në këtë situatë, do me thonë gjithmonë do t'me fillu pej vetës, me du nëse ti ishe ka na i ndrojture edhe të tjerët kishin dalë, kishin gjujt, valzu, edhe mja e gjdo personi një mundësi. Shumë e bukur t'jara, Zena? Fillimisht dua të them që edhe nëse mundohem, se kam pas shumë shoqe që kanë qenë kështu dhe shumë kanë dashur me qenë me vetë dhe që me qenë me shoqëni, dua të them që edhe nëse vend që më mundu me i thonë hajde luajmë bashkë, ata do të tërhikën. Po dua të them edhe një mesazh se shumë fëmijë që rrinë vetë, si shtete, rrinë vetë në fund të klasës dhe kur dalin në edukatë fizike, rrinë vetë. Dua të them që edhe ata mendojnë që nuk janë të mirë si kur të tjerët, ata të gjithë ne jemi të barabartë, jemi fëmijë edhe në çdo gabim që e bëjmë, jemi edhe fëmijë edhe të rritur, ne të gjithë bëjmë gabime. Por duhet mësohemi të falemi dhe të pranojmë njëri tjetrin, ashtu si që jemi, apo jo. Bora? Unë mendoj që me i marë të gjithë fëmijët që janë të tërhequr si që dha tjara, me marë me bo aktivitete me neve, mos me ndajt të tërhequr jashtë, sepse apo mërzitën dhe nuk e ndjin vetën e tyre të lumtur, të vetmuar, e të tjera, por me marë me neve, për shumë. Me i afru. Me i afru, po, edhe në balet, edhe në edukatë fizike, si qëte, edhe në shkollë, gjithë. Edukatën fizike, po mund t'jetë edhe në lagje kur dalim për t'lujtë, është e njëjta gjë. Elizabeta, unë do doja që këtë bisedë ta përmbyllim edhe me një mesazh nga ana jote, për prindrit, për mësimdhënësit dhe mbi gjitha për institucionet. E përmende faktin që Prenk Jakova, shkolla e muzikës, ka vite që ballafaqohet me një mungesë dhe probleme të shumta që lidhen me objektin e saj. Por le të jetë kjo vetëm një pjesë e asaj. Të japim ose të bëjmë një kërkesë për prindër, për mësimdhënës, për shoqërinë në tërësi dhe institucionet tona që t'jenë më të kujdesshëm me fëmijët, të respektojnë më shumë të drejtat e tyre, të mbi gjitha të punojnë dhe të bëjmë vepra konkrete të cilat janë në të mirë të fëmijëve tanë. E vërtet, mesazhi im konkret është që prindi është shembull për fëmijë. Do me thonë, çdo gjë e mirë, pozitivitet është shembull. Kështu që fëmijës i mungon vetbesime. Edhe prindi, mësimdhënësi duhet me punu fëmijësat në atë aspektin e vetbesimet,
me fitu fëmija vetbesime. Sepse kënë ndodhë të shkollat, në klasë, sidomos fillojnë grupacionet që ndohen. Edhe ajo i penalizon shumë, edhe për atë arsye edhe njën ma distancum, do me thonë, në atë aspekt, edhe këto problematikat. Po mënyra e komunikimit e i bon fëmin, do me thonë, me fitu qatë vetbesimin edhe mundje maj fur, do me thonë, me i kalu vetë sfidat. Edhe mu ballafaqu me që ato që mos me ndi fare problemet që ka i vinë para. Mirë, unë jam të pjesa ku kërkoj marketing. E dyqysh gjithve që dona marketing. Hajta po ma thoni që të tre, regjia ju lutë marketing? Regjia ju lutë marketing.